Se jeni për punë, po, hiç mendja, ju jeni për punë, jeni në luftë kundër sistemit. Jeni në luftë kundër sistemit. Po duhet ta provonte edhe doktori sistemin. Vetëm afroje pak mikrofonin. Vetëm afroje, bra. Ashtu. Fatkeqësisht po. Atë. Jo, Gjoj tani, mandi? si jemi në luftën Okej, gjojt. Sistemi është kundër nesh. Sistemi është kundër nesh, thot doktori o avokat. Ti tani si njeri që je brenda sistemit që lufton me rregullat e sistemit. Jo, ne jemi në sistem. Problemi është që janë ata jashtë orbite, kur i thonë. Ky është ndryshimi, se këta ngatërrojnë, thonë që ne luftojmë sistemin. Jo, sistemi na lufton ne. Që është tjetër. O, doktor, si kalove sot ditën e... Ja, sa kam dalë nga salla operacionit, erdha me vonesë. Sallë operacionit sot? Do me thënë sot e ke shpëtuar një jetë. Doktori shpëton gjithmonë jetë, ti avokat. Thjesht doktorin, duart e doktorit dhe mendjen e doktorit nuk e do Shqipëria, vlla, nuk e do shteti. Se çfarë ti bëjmë tash? Doktor. Urdhëro. Si ke kaluar me mirë, shëndet me punë? Mirë. Mirë, këtë periudhë kam ndjekur të shikoj e ke kristalizuar edhe mendimin tani. Jo, kështu ka qenë gjithmonë, po. Ka qenë okazione, raste mbase. Kur më kanë ftuar, t'jap një mendim, një opinion edhe. Si ndodhi dhe me Shpendin para pak kohësh. Vetëm se ka ecur. Ajo ka qenë shumë, ka qenë një nga, më themi, bisedat, s'mund ta quajmë intervistë, po bisedat më të mira, më brillante që njerëzit e kanë pëlqyer shumë, se më kanë thënë shumë në fakt. E kanë pëlqyer shumë. Dhe ka qenë një bisedë me doktorin, vlla. Ndoqa Shpend. Nuk ka ngelur i madh i vogël, pam komentuar. Po. Gjithmonë do ketë krunde do ketë që të shajmë parë syve. Po këta janë me profile falso. Këta janë me profile falso. Po nuk të shanë, nuk ka kuptim. Ajo është pjesa. Ideja është që unë këtu doja që të vinte një shkencëtar i cili të fliste për veten e vet, për situatën e vet, pa u ndikuar nga asnjë gjë. Po. O Gash, po e di si e kam njohur doktorin unë, se unë nuk e kam njohur më para. Unë e kam njohur doktorin kur në momente të vështira, kur të gjithë qelbësirat ishin bërë bashkë dhe hidhin balte, dhe unë si gjithmonë që jam antikonformist dhe jam gjithmonë me atë që është me viktimën, dhe kjo ka qenë një ime me doktorin, mos e quan se kam patur ndonjë, dhe aty pastaj forcuam miqtinë dhe kështu që kjo është. Ja pra, ideja është këtu, po ju bëj një pyetje të dyve. Qa mund të pretendojmë neve në datën 28 nëntor ose 29 nëntor, mos të fillojmë tani cila datë është, se ne jemi shteti çuditshëm, kemi dy pavarësi, s'marrim vesh. Qa do të, më thënë, si mund të kthehemi neve pas 113 vjetësh, kur neve i kemi largu gjithë mendjet më të mëdha? Qa mund të thuash ti për pavarësinë e Shqipërisë? Mua më duket sikur neve jemi varësuar totalisht. Jemi varësuar nga idiotet e dobishëm apo. Shiko, tani Konica e ka studiuar mirë shqiptari. Po. Nuk ishte burri i zgjuar. Ishte padyshim që ai pati fatkët se Konica i ka lejë Greqisë, mbeti këtej, humbi tokat, humbi pronat, humbi shumë gjëra, kupton? Edhe unë jam bërë gati disa herë do të shkoj në Konicë të bëj një foto, një ashtu tek shtëpia e tij, të bëj një video. Dhe Konica e ka studiuar mirë dhe ka folur për shqiptarin. Kështu që nuk është ndonjë herezi që dhe ne sot i përmendim ato që ka thënë Konica. Do të kuptosh diçka, thot ai. Në Shqipëri, thot, po flasim 100 vite para, 50 veta janë që kuptojnë lirinë, thot. Të tjerët janë gomer, thot.
në kuptimin e plot fjalë, kështu e thotë, nuk është se kam shtuar unë diçka. Dhe mos e imagjino tani, në Shqipëri 50 janë si doktori. Jo, 50 janë shumë. Kuptojnë. Po e mora unë se jemi unë e ti brenda ne që mendojemi që mund të jemi më të lirë, flasim ose kuptojmë nga liria. Ne jetojmë në iluzion, avokat, çfarë dim ne. Po mirë tani, ne jetojmë në iluzion burr. Jemi njerëz të lirë dhe mendojmë, flasim lishëm dhe jemi kundër çdo lloj rrymë të këtyre. Kështu që nuk ka lënë gjë pa e kanë studiuar dhe në fund fare pastaj jetuan jashtë. Pra, ikën nga Shqipëria, jetuan jashtë e kështu me radhë. Pra, dikush që babaj diplomacisë shqiptare, Mehmet Bejkonica, vllai i Faikut. E kujton njeri Mehmet Konicën ja. Se kujton njeri. Ke dëgjuar ti ndonjëherë nga një këta politikanët ti referohet Mehmetit? Ja. Po pse kulakëve do t'i referohen këta? Ja. Doktori aty që keti aty që ne e shikojmë se e kemi shok, e kemi mik, e kemi vëlla dhe ne kemi një akses te doktori. Të tjerët e di si e shikojnë doktorin apo jo, ai është perëndim, e kupton? Njeri të paarritshëm. Po sepse doktori ashtu është. Po doktori ashtu është. Doktori ka doktori ka të dyja veçori që ka intelektuale dhe inteligjencë dhe thjeshtësinë. Se në takimin e parë. Prandaj po them që ne në takimin e parë kemi bërë 3 orë gjysmë filozofi, o avokat. 3 orë gjysmë në kafe filozofi, 2 orë këtu, 5 orë gjysmë edhe 1 orë më pas, i bie 6 orë gjysmë. Pra doktori ka atë që është intelektuali mirëfillt. Intelektuali mirëfillt nuk shet dëngla. Nuk është aq i vogël. Unë e ti e njofim dhe ja themi këto cilësi doktorit, po të tjerët doktorit nuk e shikojnë në këtë mënyrë që e shikojmë ne. E shikojnë tek ajo interesi, e kupton ti, ngushtë e kështu me radhë dhe e krahasojnë e fusin pasaj tek ai është kompleks inferioriteti pastaj. Ai është fiks kompleks inferioriteti. Doktor, mirë se na erdhe se neve po të bënim elozhe. Elozhe pozitive, sepse në fund ditës kur kemi kaq shumë energji për të komentuar gjysmën e dynjas, mos t'i flasim neve njerëzve tan 5 fjalë të mira kur i meritojnë. Se unë mendoj, doktor, që një nga problemet që kemi ne si shoqëri është ne nuk jemi mirënjohës. Po, padyshim. Jo si shoqëri, ajo është pjesë, domethënë, mirënjohja. Unë kam një shprehje nga gjyshi im, nga babai, që cilësia më e virtytshme ose më e pa virtytshme, defekti më i madh i karakterit të i burri është mosmirënjohja. Nuk mund ta thush në nivel kombëtar, më kupton, një gjë të tillë. Por ajo që edhe më shkruajtë në mesazh që do flasim për ditën e pavarësisë, data 28 etj. Po. Dhe sigurisht që në radhë të parë urime dhe suksese për përvitorin e podcastit. Faleminderit shumë, doktor. Edhe urime të gjithëve për ditën e pavarësisë. Sigurisht është një ditë e shënuar për një komb, po jo për çdo komb. Dhe neve kemi 113 vjet pavarësi, që nuk është një kohë e shkurtër, se ka kombe tjerë shumë të mëdhenj se joni, me më shumë kontribute dhe që kanë një kohë shumë afatshkurtër të një shteti të pavarur që ata kanë mundur të krijojnë. Për shembull Algjeria, kryesisht vende koloniale, ish koloniale. Por India. Por që të ngrejmë një debat. Fakti që ne futemi në ata kombe që gëzojnë, celebrojnë ditën e pavarësisë, pavarësisht elementeve pozitiv për një komb që kjo ka, duhet na bëjë të mendojmë që vetëm kombe ish koloniale kanë pavarësi. Po, kur e mendon. Për shembull, në qoftë se neve shikojmë historinë, Franca s'ka ditë pavarësie. Po, ka ditë e revolucionit, po. Anglia, Spanja, sigurisht do thoni ju Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë, po ishte një vend kolonial. Po, kolonia angleze. Ishte një kolonia angleze. Kështu që të jesh një komb i cili përuron një herë në vit ditën e tij të pavarësisë, për te faktit që i takon ta
ta përurojnë, ta gëzojnë, ta festojnë, çdo vit kur e përurojnë duhet kujtojnë nga kanë ardhur, sepse ata kanë qenë të detyruar të bëjnë një ditë pavarësie në historinë e tyre. Reale, faktike, apo edhe jo reale. Kjo pastaj vlen për diskutuar, por e vërteta është kjo që jemi, duhet shikojmë të kaluarën tonë, një popull ish kolonial, një popull i shtypur, i çpërfituar, mbas edhe gjenetikisht i përzierë dhe i transformuar, i cili në një moment të caktuar të ditëve të tij të historisë i dhan mundësinë apo ai vetë me forcat e veta, kjo mbetet për diskutuar, arriti dhe shpalli këtë ditën e mënvetësisë së pavarësisë. Pra jo çdo komb dhe jo çdo popull ka ditë pavarësie. Rusia s'ka ditë pavarësie. S'ka çat ket. Vetëm çfarë janë pavarësuar nga ajo. Kështu që kjo duhet na bëj të mendojmë dhe të kuptojmë atë shëmtinë tonë. A? Pse nuk kishim forca, të ishim vazhdimisht pavarur, pse nuk arritëm të krijonim një identitet kombëtar në kohën e dur, e tjera me radhë që në çdo ditë pavarësie kombi duhet i kujtoj këtë gjë. Mund t'ja vendosim se më kujtove shumë bukur të nuk ditëm kohën, përdorim kohën se kur duhet ngriheshim. Po t'i referohemi miqve tanë, fqinjve tanë, saktë se kemi miq, politikat e tyre, se popujt janë gjithmonë miq. Serbët edhe grekët datojnë 1820, 1821, 1830, 1831. Praktikisht 80 kusur vjet para nesh, pra për të krijuar identitetin kombëtar. Mos është ky lloj gepi, kjo lloj hapësire që na ndan neve në formësimin e kulturës politike që na duhet ta shlajmë, pra ne do jemi si Serbia dhe Greqia sot mbase pas 70 apo 80 vjetësh? Unë mendoj, ai sa autodidakt jam unë me historinë, sigurisht e kam shumë hobi, po duhet them që jam autodidakt. Politikisht korrekt. Edhe pavarësia e Serbisë dhe Greqisë ka një komponent shumë të fortë arbëror. Mos harrojmë këtu që planimetria e parë e arbërve për të mëvetësuar, mbas shekujsh luftë me otomanizmin, ishte revolucioni Arvanitas. Po. Dhe revolucioni Arvanitas nuk ishte për qëllim të krijonte Greqi, nuk ekzistonte më përpara Greqia. Ishin despotate, principat në ombrellën e Bizantit, perandorisë bizantine, siç ishim dhe ne. Dhe revolucioni ai që më vonë u quajtë revolucion grek, në të vërtetë ishte teza e parë e pavarësisë, e mëvetësisë së arbërve. Dhe ishte revolucion Arvanitas. Aq e vërtetë është kjo sa në fillim u quajt ne Albania. Arbëria e re. Pastaj sigurisht u fut komponenti kishës greke, u fut komponenti anglez, të cilët ishin mbështetësit kryesorë të kësaj lufte për pavarësi, të cilët ishin të inspiruar nga ky egzotizmi grek, historia Greqisë antike etj. Dhe u quajt Greqi. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur në konkluzion. Ndërkohë që për sa i përket ajo që ishte principata e pavarur serbe, që në të vërtetë u krijua në Vojvodinën e sotme, s'ka të bëjë me pjesët historike të Serbisë. Mos harrojmë që mbreti i parë ishin Karađorđevićët. Karađorđevitët ishin familje me gjak arbëror. Nga Kelmendi. Ishin katolik nga Kelmendi, të cilët kishin emigruar edhe ishin slavizuar me pak fjalë, dhe nuk ishin të vetmet. Ka shumë arbër të slavizuar në shekuj, kryesisht në shekullin e 16-17, por i ke edhe në shekullin e 20. Domethënë, unë jap gjithmonë si shembull, për shembull edhe ky gazetari Marin Mema që ka bërë disa emisione, ka bërë disa prekje historike shumë interesante. Për shembull,
Rijeka, fshatrat e Rijekës së hepërme, të cilët gjatë luftës dytë botërore kishte një shkollë me 4.000 nxënës, mësoi shqip, arbërisht, sot nuk e konsiderojnë veten shqiptar. Janë Maqedonas, po dim shqip. E njëjta gjë ndodhi në Manastir, edhe emri u ndrua, sot quhet Bitolla. Po. Neve kongresin e gjuhës shqipe, e gjuhës son, e kemi bërë në Manastir. Po. Kongresi Manastirit. Pra supozohet që kongresi bëhet në një qytet të atij kombi, me atë gjuhë që e përfaqëson. Po. Sot as emrin nuk e ka Manastir. Dhe 98% konsiderohen Maqedonas. Dhe shumë problem ta përmendësh emrin Manastir kur është atje. Nuk e di tani, por para disa vite ka një problem shumë. Kështu që procesi i slavizimit të arbërve ka ndodhur ndër shekuj, dhe një komponent i fort në luftën e pavarësisë serbe kanë qenë pikërisht këta. Kështu që i gjithë Ballkani, ku më shumë e ku më pak, zjen nga komponenti arbëror. Për shembull, në fillim të shekullit 16, bëhet një luftë për pavarësi e rumunëve, e vlehëve. Po. Dhe ata kishin një lider suprem, Mihali i Madh. Krau i djathtë i Mihalit të Madh, edhe në luftime dhe në çdo fushat ushtarake politike, ishte Aga Leka. Më kupton? Po. Domethënë, komponenti arbëror në luftën për pavarësi në Ballkan dhe jo vetëm kundër otomanizmit, nuk është se ka qenë i fokusuar vetëm në trojet e principatave arbërore, ka shkuar përtej. Po tani kam vetëm një pyetje ti doktor. Neve kemi qenë shtet rol ose kemi pasur një shumë rol shtet formues në shumë shtete fqinje ku komponenti arbëror ka qenë prezent. Si ka mundësi e marrë të mira, po si ka mundësi ke vendin tënd, edhe punon çdo ditë sikur ti je i huaj. O e plaçkitën. O nuk më intereson se ti e ke jetën e rregulluar, un po e rregulloj, avokati në rrafshin personal, marrin valixhet me profesionin që ke, ti jeton si lord në çdo lloj vendi të botës. Ne e kemi diskutuar dhe bashkë. Po flet për tashmen apo për Po flas, shikoj, nuk mund ta kuptosh dot tashmen pa kuptuar të shkuarën, se kjo nuk lindi brenda natës. Jo, ka një lloj ndryshimi. Për mendimin tim. Komponenti arbëror ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të ruajtur identitetin e tij. Dhe fakti që neve kemi sot këtë gjuhë, që është arbërishti, apo jo? Po. Është pikërisht konsekuencë e këtij kontributi e kësaj rezistence përtej normales. Dhe unë nuk mendoj që arbërit kanë patur, përveç në perandorin bizantine, kanë patur një rol në të. Nuk jam dakord me këto tezat që edhin që arbërit kanë qenë të privilegjuar në perandorin otomane. Po ti hysh në detaje, për shembull familja e vezirëve, ose që ishin qypërlind. Vetëm nga vetë mbiemri, s'ka lidhje me arbërin. Sepse perandoria otomane ishte organizuar, mori mënyrën e organizimit të perandorisë bizantine. Ata i quashin teme, zonat feudale, perandoria otomane, që në të vërtetë ishin nomad, dhe ata gjithë aspektin administrative morën nga perandoria bizantine, i quajtën timare. Dhe caktonin Sançakbelerët. Sançakbelerët ishte një ose spahin, të cilët nuk e trashëgonin. Pra fëmia i tyre nuk e trashëgonte atë pronë, duhet shkonte të luftonte, të dallojë që t'i jepej një timar apo një Sançakbej në një vend tjetër apo edhe aty qoftë. Kjo është dhe koncepti pse Gjergj Kastrioti i jepeshin bëj Sançakbej në Anadol. Ai për meritat në luftë që kishte, merrte titujt, emërimet, gradat etj. Ky ishte mënyra e funksionimit. Një sekondë, edhe po kjo ka funksionuar edhe në Mbretërinë e Bashkuar, sepse po t'i bërë edhe filmat që ne kemi parë, na kanë mësuar që
kush ktheheshti timtar, ai mbreti e bënte për shembull pronar tokash në filan vend në Angli. Pra, kjo ka funksionuar të llojshme, jo vetëm në perandorinë, ka funksionuar edhe në perëndim. Po, ka funksionuar në çdo lloj mbretërie apo perandorie. Ata që kishin titujt i shtoheshin apo i paksoheshin, por titulli ishte i trashëgueshëm. Në perandorinë osmane, deri në momentin e fillimit të dekadencës, duhet ta fitoje. Po t'ishe djali, eksakt, po t'ishe djali një pashai, s'kisha as i vlerë. Do shkoje, do luftoje, të bëheshe pasha, po t'ishe i zotit. Por çfarë ndodh? Ndodh që në periudhën e dekadencës, perandoria osmane, për të arritur të stabilizonte zonat e pushtuara, e bën titullin e trashëgueshëm. Në momentin që e bën të trashëgueshëm, fillojnë dhe shfaqen këta feudal, lokal, si puna e qypërllinëve, të cilët ishin turq shqipfolës, ose Osman shqipfolës, të cilët trashëgonin titullin dhe çonin fëmijët e tyre të studionin në Stamboll. Dhe në momentin që një prej fëmijëve tyre apo dy apo dallonte, ai vazhdonte dhe jepte kontributi, bëhej edhe vezir. Por kam përshtypjen, sigurisht këtu duhen studime të ulumtuara, unë kam bërë jo pak, por mendoj që këta ishin individ të transplantuar në ambientin arbëror, pronar të mdhenj, tokash, dhe të cilët vazhdonin karrierën e tyre brez pas brezi, generacion pas generacione. Por arbrit në të vërtet nuk i qasnin, sepse perandoria osmane në shekullin e 15 bëri 2 luftra të shenjta, e quajti luftë shenjtë. Lufta e shenjtë e parë ishte kundër vlehve, dhe ai popull krijoi legjendën e kontit Dracula, që më mirë t'ja falësh shpirtin djallit se sa pushtuesit. Dhe lufta e dytë e shenjtë ishte ndaj arbërve. Pse? Sepse Mehmet Fatiu i konsideronte arbrit fajtor të vdekjes së teatrit ti Muratit II. Edhe stërgjyshi ti Muratit parë, po ai ishte shumë i lidhur me teatrin. Dhe ai shpalli luftën e shenjtë dhe si përfunduan arbrit mbasi genocidi dramatik që ka ndodhur dhe u shkretuan me zona tëra të dokumentuara, pa njerëz, s'kishte më njerëz, dhe u populluan me të ardhur, dhe një pjesë u larguan në pronat e tyre që kishin në jug të Italisë, nga fitoria që kishte patur Skënderbeu kundër anxhuinëve në krah të familjes aragoneze të Ferdinandit të Napolit. Dhe u përfunduan atje. Me pak fjalë kjo ka ndodhur. Dhe sigurisht pastaj lufta ka vazhduar, rezistenca etj, derisa mbërritëm në një moment koezioni, mendoj unë, ku edhe perandorisë otomane i interesonte një lokalitet mbase jo me emrin Arbëri, po me emrin Shqipëri, i interesonte Austro-Hungarisë, domethënë ishte për mendimin tim një manovër, ishte një geopolitik. Marrëveshje gjeostrategjike. Ju interesonte të dyja palëve për të krijuar një pozicion këtu që një popull i cili duke i dhënë lirinë sigurisht do kishte detyrime ndaj atyre që i kishin mbështetur për t'u dhënë lirinë. Dhe kjo mendoj. Ideja është tu, avokat, se shqiptarëve neve nuk na tregohet e vërteta. Shikoja, unë kam pasur Mark Palnikajn këtu në regjistrim, kemi bërë 2 orë. Unë mora vesh që po të isha student 21 vjeç do kisha vazhduar për paleontologji në universitetin, fakultetin që ka hapur Arkiva Apostolike e Vatikanit, a.k.a. Arkivat Sekrete të Vatikanit. Pra ti pagueshe 3.500 euro si student
të mësoj latinisht, sumerisht, greqisht e të vjetër, dhe punën e kishe direkt në arkiva. Nuk e din njerëzit, pra vete profesor Marku i vetëm 73 vjeç me smundje, bypass e zemre, gjitha me radhë ka hobi. Nuk ka njeri sot që do dijen, sepse duhet fast money. Duan fast money. Fatkeqësi. Po, gash. Po avokat, po. Për ta iluminuar akoma bisedën, po të fus profesori Viktorian Patjetër. këtu. Patjetër. Rrofsh. Se profesori do gjithë veten me profesorin këtu, da gjithë veten me Patjetër. debatin. Tani na futet, Doktor, tani na Po, o doktor, po. të përshëndes edhe Europafshim. për kafe, për kafe. Do takojmë, ishte do- mirë një ditë të kujtohesh. do Ja, takojmë të për gjithë bashkë. festa. Do Nesër takojmë të pas gjithë festë. bashkë. Okej, të përshëndes. Edhe